Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditëshëm koment i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 12 korrik dhe Kishën Ortodokse na nxit të lexojmë nga letra e Apostullit Pavlit te Romak, kapitulli 12, vargu 6 deri në vargun 14. Dita e sotme është ditë e diel, ditë e bekuar, ditë liturgjike dhe ku ne çohemi herët në mëngjes, përgatitemi, shkojmë në kishë dhe duhet të jemi para se të fillojë liturgjia ynore dhe brenda liturgjisë ynore ne lexojmë dhe dëgjojmë këtë pjesë të shkrimit të shenjtë drejtuar Romakëve. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas hetrave. Dhe tani duke pasur vullti të ndryshme sipas hirit që na u dha. Nëse kemi profecinë, profetizojmë sipas masës së besimit. Nëse kemi shërbim, le të kushtohemi shërbimit. Po kështu mësuesi të jepet pas mësimit. Dhe ai që nxit le të kushtohet nxitjes. Ai që ndan, le të bëjë me thjeshtësi. Ai që kryeson, le të kryesojë me zell. Ai që bën vepra mëshire, le të bëjë me gëzim. Dashuria le të mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas të mirës, dojeni njëri tjetrin. Me dashuri vllazërore në nderim tregoni kujdes njëri me tjetrin. Mos u tregoni të portuar në zell, jini të zjarrt në frym, shërbejeni Perëndis, të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbgulës në lutje. Ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës, bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Pra, kjo është letra e Apostullit Pavlit ose pjesë e letrës së Apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 12 vargu 6 deri vargu 14. Dhe është nga tekstet më të forta të Apostullit Pavlit mbi dhuratat shpirtërore, jetën e kishës dhe dashurinë praktike. Por le ta interpretojmë sipas hetrave të kishës, fillojmë me vargun 6. Dhe tani duke pasur vullneti të ndryshme sipas hirit që na u dha, ne kemi nëse kemi profecinë të profetizojmë sipas masës së besimit. Shënjau Gojarti thekson se dhuntit nuk janë merit personale e një besimtari, por dhuratë e hirit që jepen jo vetëm për besimtarin, por për komunitetin. Pra ndaj askush nuk duhet krenohet. Çdo shërbim në kishë është lidhur me trupin e Krishtit. Nuk ka një dhuratë që është më e rëndësishme se dhurata tjetër, më e madhe ose më e vogël. Të gjitha dhuratat e Shpirtit të Shenjtë janë energji të Shpirtit të Shenjtë dhën komunitetit, dhën kishës. Dhe talanti ose dhurata nuk është pronë personale, por është një përgjegjësi. Në punë, kishë, familje, ajo që kemi është për ta përdorur dhe jo për të mburur. Por në vargun e 7 na thuhet, nëse kemi shërbim, le të kushtojmë shërbimit, po kështu mësuesit të jepen pas mësimit. Nëse kemi shërbim, të kushtojmë shërbimit. Shën Vasili i Madh thotë se shërbimi duhet bërë me përkushtim të plot, jo si detyrë e ftohtë, si angari. Shërbimi i Zotit kërkon zemër, jo formalitet. Madje është një shprehje në Bibël, i mallkuar qoftë ai që bën punën e Zotit shkelë shkollë ose me përtatësi. Prandaj duhet të dimë që këtë shërbim ndaj Zotit ne duhet ta bëjmë përgjegjësi, sepse edhe kur i shërbim të afër, i shërbim Zotit, sepse çdo i afërm është ikona e Zotit. Çfarë tha Krishti? Çfarëdo që ja keni bërë këtyre, ma keni bërë mua. Kështu që çfarëdo punë që bëjmë në kishë, në familje, në shoqëri, duhet ta bëjmë me seriozitet dhe jo sa për të kryer, pra sa për radhën. Por një shërbim me përgjegjësi, sepse atë e bëjmë tek Zoti dhe për Zotin. Në vargun 8 ne lexojmë, dhe ai që nxit le të kushtohet nxitjes, ai që ndan le të bëjë me thjeshtësi, ai që kryeson le të kryesojë me zell, ai që bën vepra mëshire le të bëjë me gëzim. Këtu Apostulli Pavli përmend të gjitha ato shërbime që janë brenda kishës. E para, nxitja është inkurajim. Shënjau Gojarti e sheh si dhuratën shpirtërore që ndërton kishën përmes fjalës, kurajës që jepet nga fjalët. Bamirësia duhet bërë me thjeshtësi. Pra, është bamirësia dhurimi nga të tuat brenda komunitetit e të tjerët pa interes, lavdi, pa e marrë vesh kush, si tha edhe Krishti, mos marrë vesh e djatha se ç'bën e majta. Udhëheqja duhet jetë me zell, jo për dominim. Këtu e ka fjalën për ata që mbikëqyrën dhe udhëheqin kishën, që janë episkopët, prefetrit, por që ky është një shërbim, jo një sundim. Mëshira, Shën Agustini thekson se mëshira pa gëzim humbet vlerën e saj shpirtërore. Liderit, prindrit, mësuesit sot për shembull janë ata që ndërtojnë ose shkatërrojnë me qëndrimet e tyre. Mënyra se si i japim është pa aq e rëndësishme se çfarë jep me të vërtet. Pra, mund të kesh një gjë të mirë, por nëse ti e jep me arrogancë, ajo mirë humbet. Kështu që e mira duhet bërë mirë. Flasim dhe në vargun 9.
Dashuria let mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas të mirës. Shën Augustini thot dashuria vërtet e urren të keqen, por jo njeriu. Pra, edhe kisha kur qorton fenomenin, jo personin. Urrëtia do të jetë ndaj mëkatit, jo ndaj personit. Është shumë e rëndësishme, prandaj edhe kisha nuk merret në përgjithësi me persona, por merret me fenomene mëkatare që përpiqet t'i qortojë që njerëzit të largohen prej tyre. Dashuria vërtet nuk është maskë sociale, po nuk mjafton të dukesh i mirë thjesht në aparencë, por të bësh atë që është e mirë. Këtë kuptim ka kjo fjalë e apostullit Pavlit. Dhe më konkretisht ai në vargun 10 na thotë, duhej njëri tjetrin me dashuri vllazërore, në nderim tregoni kujdes njëri me tjetrin. Ishte vetë Krishti që urdhëroi apostujt të doni njëri tjetrin ashtu si unë ju desha juve, se duke dashur njëri tjetrin do të njohin se jeni nxënësit e mi. Pra dashuria është një kriter bazë për jetën komunitare të krishterëve. Shën Jango i Arti e quan këtë revolucioni i krishterë. Nderimi i tjetrit si më i lartë se vetja shkatron egoizmin që është sëmundja e trashëguar e njerëzimit dhe i sjell shumë të këqija njerëzimin, por fatkeqësisht e brenda kishës. Sot kulturat moderne nxjesin shpesh konkurrencën, por ky varg i apostullit Pavlit është e kundërt dhe nxit respektin dhe porosinë aktive ndaj tjetrit. Dhe kjo bën një marrëdhënie shoqërore paqësore. Vazhdojmë edhe lexojmë më poshtë, jemi në vargun 11. Mos e tregoni të përtuar në zell, jini të zjarrt në frymë, shërbeni Perëndis. Etrit e lidhin zjarrin në frymë me frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë është zjarr hyjnor. Dhe njerëzit e frymës janë njerëz të zjarrt, nuk janë njerëz apatik. Kur njeriu ftohet shpirtërisht, bie në indiferencë. Besimi nuk është neutral. Ai ose rritet ose ftohet. Pra ne nuk mund që të qëndrojmë në një zonë neutrale, komode, themi unë arrita këtë. Jo, njeriu është një qenie dinamike dhe në marrëdhënie e besimit. Dhe jeta personale kërkon energji të brendshme. Kështu që njeriu duhet gjithmonë të energjizohet me zjarrin hyjnor që të jetë i zjarrt, që të shërbejë pra me zjarr. Ndryshe, nëse ai shkëput marrëdhënie me këtë energji të shpirtit shenjtë, me këtë zjarr hyjnor, ai bëhet ftohet shpirtërisht dhe bëhet pasaj apatik dhe indiferent. Në vargun 12 lexojmë: të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbgulës në lutje. Të gëzuar në shpresë, të qëndruar në shtrëngime. Shën Vasili i Madh thotë, shpresa e krishterëve nuk varet nga rrethanat, por nga Zoti. Prandaj edhe apostulli Pavli na thonë në vend tjetër gëzoni, dhe ju them gjithmonë gëzoni në Zotin. Në çdo rrethan, ne gëzohemi jo thjesht duke mbyllur syt përpara realitetit ose duke pirë narkotik për dalë nga realiteti dhe pasur një gëzim virtual, por ne gëzohemi në Zotin, që është një gëzim që nuk merret në çdo situatë, edhe atë që është një situatë e pafavorshme ose një situatë, si them, e keqe. Prandaj mund të ketë gëzim edhe në vojtje. Këtë shikojmë tek martirët, të cilët edhe pse vuanin në mënyrë hiperbolike, prapë ata nuk i dëroheshin, por gëzoheshin, sepse dinin që kjo vuajtje i çonte tek Zoti dhe brenda vuajtjes ata kishin dhe gëzimin e Zotit. Gëzimi në Zotin është antidoti ndaj ankthit. Qëndrueshmëria nuk vjen nga kontrolli i jetës, por nga besimi në Zot. Pra kemi nevojë sot në këtë brez, i cili është një brez i imposhtur nga ankthi, që kjo quhet dhe sëmundja e shekullit, ne kemi nevojë për antidotën, për gëzimin, po jo një gëzim artificial, virtual, ose një gëzim, si them, indikuar nga narkotikët, ose pija, por një gëzim që vjen nga Zoti, sepse Zoti është një qenie e gëzuar, dhe vetëm në bashkim me Zotin marrim gëzim prej Zotit, që është një gëzim që nuk ndryshon edhe në situata të vështira. Në vargun 13 lexojmë: ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mik pritës. Shën Joango i Arti thekson mikpritjen si formë konkrete të dashurisë. Krishti fshihet në të varfrit dhe të huajt. Tham dhe përsërisim, Zoti thotë çdo gjë që keni bërë më të vegjëlve, ma keni bërë mua, pra një copë bukë, një gotuj, një rrobë, një kohë dhe një vizitë.
Kështu që dashuria është konkrete dhe një nga shprehet konkrete dashurie është mikpritja. Madje na thuhet se duke pritur njerëz kemi pritur ëngjëj, pra ose kemi pritur vetë Zotin. Ka ndodhur histori, si them, me historinë e kishës dhe shenjtorëve ose edhe të njerëzve, ka ndodhur ngjarje të tilla që njerëzit kanë kujtuar se kanë mikpritur njerëz, por aty kanë qenë ëngjëj të maskuar si njerëz ose edhe vetë Zoti ose një shenjtor për të provuar mikpritjen e një besimtari ose të një personi. Prandaj, ne duhet të kemi kujdes dhe të ushtrojmë mikpritjen ndaj çdo njeriu, por kuptohet mikpritja bëhet me dallim. Dashuria nuk është një teori, ajo shihet në mënyrën se si trajtojnë njerëzit në nevojë. Pra aty duket dashuria, sepse dashuria mes njerëzve të cilët kanë çdo gjë okay me njëri tjetrin, pra janë duke ngrënë, duke pirë, duke argëtuar, këtu nuk kemi dashuri. Dashuria është kur dikush ka nevojë, është në rrezik, është një problem, atëherë këtu shikohet dashuria jote. Sa ti do të reagosh ndaj tjetrit. Pra, do interesohesh vetëm për veten tënde, kënaqësinë tënde, apo do të bësh një dashuri konkrete duke lënë kohën, duke lënë gjërat e tua dhe duke ja dhuruar tjetrit. Dhe jemi në vargun 14. Bekoni ata që u përdjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Apostulli Pavli këto fjalë nuk i kishte nga vetja, këto fjalë i kishte thënë Krishti përpara se ti thoshte apostulli Pavli, bekoni ata që ju mallkojnë, por apostulli Pavli ishte mësuar nga Shpiriti i Shenjtë. Pra ashtu si Krishti mësoi apostujt, edhe Shpiriti i Shenjtë mësoi apostulli Pavlin, që erdhi më vonë në rrethin e apostujve. Kështu që i njëjti mësim është në kishë, sepse Shpiriti i Shenjtë na mëson fjalët e Krishtit dhe na interpreton saktë, edhe na jep dhe fuqinë për të bërë ato. Shën Agustini në këto fjalë thotë, ky është kulmi i dashurisë së krishterë, të mos reagosh me urrëtie, por me bekim ndaj ndjekësve të tu. Sot në një botë konfliktuale, ky varg kërkon rezistencë ndaj urrëties dhe hakmarrjes. Dhe etrit e kishës e kanë përmbledhur gjithë të pjesë me këto pika. E para duhet kemi etikën e mbretërisë së Zotit. Duhet jemi me një etikë për të shfaqur mbretërinë e Zotit tek të tjerët. Duhet të shërohemi nga egoizmi njerëzor, që është plaga më e madhe dhe që e ndan njerëzit nga njëri tjetri, dhe jetën në frymën e shenjtë, që është një jetë jo thjesht teorike, por një jetë në praktik, një dashuri konkrete ndaj të tjerëve.